Mi mbroma edhe një herë. Mi mbroma njerëz të dashur edhe. Okej, po provojmë edhe një herë. Me kremin të futemi rregullisht sepse s'po ngopemi duke fol. Mi mbroma të gjithë dhe shpresoj se të gjithë jeni mirë dhe po ja kaloni mirë. E krem? Prapë s'po të shoh. Ti që po s'prish punë. Nuk e di kota kjo. Disi me të ndihmu? Mendova se të ndëgjuesit e mia po s'ka qenë foj aty. Okej. Ndosh tjetrën herë me kontrollu kamerën, mos me kamerë diçka nuk është mirë te ti. Ti mu po më sheh, po? Unë ti s'po të shoh. Okej. Jo, okej, hiç, çfarë okej? Si do qoftë. Më rëndësi që të ndjekësit po na ndëgjojnë apo na shohin ne. Okej, se unë po të shoh ti. Kjo ka rëndësi që të tjerë na shohin edhe na ndëgjojnë. A di si është ajo me fotografien kur i bën fotot me disa persona të tjerë dhe e shikon mas pari veten çu shke dal. Nëse ti dukesh mirë i thu krejt mirë pas ke. Në rregull janë. Nëse s'është mirë, delete. Nëse për një arsye edhe kjo po di njëri pse nuk po bën, po kontrolloj e tjetër në kamerën se është energjia është pak më ndryshe kur më sheh edhe ti mua. Përbes në pedinë, njëjtën gjë e bëj edhe kam bërë para kësaj here, ka funksionuar. Kur e pranon ti mua, veç poshtë kamerën apo e shef kamerën ku është poshtë. Aty veç duhesh me prek. Na bën edhe një herë po dalën, çish më dalësh ne? Qërëqka, X i naltë, apo e shef? X naltë, i ki nonën e djoft. Që. Okej, dul kremi vet, tash jam veçone këtu me juve. Si jeni njerëz të dashur, si ja u kam energjinë. Unë jam shumë mirë dhe sonte jam shumë ma mirë me energji se disa herave tjera dhe kjo është shumë normale që të kemi luhatje. Hajde sholla bon që tashtit. Hapuni njerëz dashun, hapuni sa ma shumë, boni pyetje edhe mundësisht le të futet sonte dikush në live. Pa marrë parasysh, çka keni me pyet. Nëse dikush për juve e ka një temë që don me diskutu, futuni në live, sepse është shumë më e lehtë edhe për neve kur konkret e marrim për shembull një rast. Ne mundemi me ju udhëzu se si me vepru, çka duj me bo, nëse keni diku një boss edhe thjesht nuk po mundeni me zgjidh vetë, se është këtë normale që në jetë na duhen njerëz që na ndihmojnë, sepse na jemi për shembull për këtë arsye këtu. Unë nuk e kam kryer shkollën kot, po e kam kryer thjesht që me mujt me ndihmu njerëzit ashtu siç ndihmoj edhe vetes. Kështu që mos heziton. Kush ka dëshirë, le të futet sonte në live se vërtet do t'i jesh vetes falendërues edhe mos harroni se Zoti kur na i sjell disa mundësi për një zgjidhje të ndonjë shqetësimi ose të ndonjë sfide, ndoshta unë sonte me këtë arsye jam këtu për ty edhe ti jo rastësisht më shikon më sonte këtu, edhe kështu mundesh domethënë me ardhë deri te një zgjidhje, një problemi apo çfarë do shka. Mirje Krosi, a je interesu me in live e dashur apo e ke prek pa editor? Veç ma konfirmo të luftën, sepse herën e para fundit, dikush më tha nuk me pranove në live, unë desha të hy. Kështu që ma shkruani këtu që doni t'ju pranoj edhe është okej. Tani? Jo, s'po të shone për s'prish, po vazhdojmë, mos ta lëm peng punën e kamerës. Jo, nuk po e lojmë peng, po kishë qenë ma mirë, po për tjetrën herë, pa tjetër kontrolloj e për para. Se ndoshta kamerën poshtë e krema, po e shef kamerën poshtë e ki. Kamerën poshtë, unë s'po shemër kamerë? Po është një kamerë, jënë dy si njerës, tani është... Po, ka mundësi se e kom prek ma herët, një moment. Prek e që aty?
Jo, mos del. Veç preke që aty. Okej. Preke të kamera. Së është e mundur që e kemi mbyll. Hajde edhe një herë. Okej, tash e nale. Okej. Pra Jo. ku shef? Unë s'po të ty se kamera e më është okej, jotja s'është okej. Tjera. Dhe me thonë, Për s'po të unë shef. e mbylla tash. Tash ti mu nuk më shef. Apo më shef? Jo s'po të shef. Jo s'po të shef as tash as majet. Ja thash jo, tash? Mirë, jo s'po të shef ty fare. Okej. Se di pse. Nuk e di. Nuk e di se si do qoftë vazhdojmë. Okej. Po. Na kemi përzgjedhë sonte, mirë se Po. erdhe një herë. Faleminderit. Është kënaqësi me u taku prap në live edhe me bisedu thjesht për këto tema që janë shumë të rëndësishme për me bo ndryshime të jetës, për me hek fokusin pak nga problemet apo nga shqetësimet e ndryshme. Unë e thamë, kur ndëgjojmë live e tilla, është sikur me marrë një dozë të fortë antivirusave. Edhe thjesht sa më shumë kemi shumë nevojë, vërtet, jo vetëm njerëz që na shiqojnë këtu, po secili prej neve. Kemi sa më shumë për fjalë motivuese, për energji, për njerëz që thjesht na bojnë me u ndi mirë. Ne jemi qenje në zhvillim e sipër, si nga ona shkencore, si nga ona fetare, dhe me thonë jemi në zhvillim e sipër, dhe me thonë nuk jemi në asnjë sekond nuk jemi të njëjtë. Para një sekundi kemi pas këtë qelizat të tjera në trup, pas një sekundi më ndrohen qelizat, ndrohet gjithçka në trupin tonë. Dhe nëse ne kjo është një mesazh nga krijuesi që ne do të shkojmë paralel me ndryshimet që na vijnë çdo moment, që na vijnë si dhuratë prej Zotit, dhe nuk do t'i anashkalojmë, nuk do t'i injorojmë dhe nuk do të bëjmë kënd se nuk po i shohim, sepse ato janë, ekzistojnë, nuk mund të themi se ne po i fusim të ndryshojmë veten, sepse vetja jo ndryshon edhe pa dëshirën tonë. Domthonë ne rregullisht ndryshojmë, ne nuk kemi ata që ishim dje, e ata që ishim dje nuk kishim ata që ishim para një javë ose para një viti ose para disa vitesh. Domethënë në trupin tonë bën ndryshime çdo 21 ditë, ne ndryshojmë i gjithë trupi, gjithë qelizat ndryshojnë, gjitha indet ndryshojnë dhe ne, nëse vetëm mendja, nëse ne ndryshojmë, atëherë jemi në kundërshtim edhe si shkencërisht me evolucion, po edhe si fetarisht me krijuesin, sepse ne jemi krijesë më ndryshe, kur them më ndryshe, shumë më ndryshe sa krijesat tjera, gjallësa tjera, dhe kemi intelekt që ne jemi pushtetar, më jemi pushtues, jo pushtues, po jemi të pushtetshëm mbi gjallësa tjera, mbi gjëra tjera në jetë, sepse njerëzit ne kemi pak vjet, po njerëzit para 100 vjetë, para 200 vjetë, ndoshta para mijëra vjetë kanë jetuar në forma ndryshme, kanë jetuar në forma primitive, disa ende jetojnë, s'kan ndoshta ta përqafojnë civilizimin, disa ende jetojnë në disa zona të mbylla, të izoluara, në Amazon, në disa fise indigjene që ata nuk kanë dashur ta përqafojnë dhe të ndryshojnë me civilizim, dhe ata kanë mbetur atje ku janë. Ashtu kanë zgjedhur, është dëshirë e tyre, është punët e tyre, atë kanë mbetur. Mirë, por ne nuk kemi atje. Ne nuk kemi në gjuhë, ne bëjmë një jetë moderne, një jetë urbane, thuajse urbane, sepse tash edhe fshatat gati se janë vend banime urbane, dhe ne duhet të përshtatemi kohës. Sikur se çdo gjallës shtazore dhe bimore që i përshtatet ambientit, që i përshtatet klimës, i përshtatet jetës, edhe ne jemi qenje përshtatshme që duhet të përshtatemi rrethanave. Ta zëm përpara kanë bërë kilometra të tërë kom, sot nuk e thash askush kom, sepse janë mjetët që ecin me mjetët. Domethënë, ja kemi paharën edhe atyre që nuk kanë menduar njësoj sikurse ne, sepse 80% ose më shumë e njerëzve kanë logjikën e turmës, domethënë ndjekin turmën, ndërsa 20% e njerëzve mendojnë më ndryshe ose më pak se sa ke 20%, në statistikat nuk i kam saktë tash në këtë moment, por ne kemi dy mundësi të zgjedhim, të jetojmë sipas logjikës së turmës, pra sipas me falni gjithë njerëzve, apo të jetojmë më ndryshe. Tash vjen pyetja pse do të jetojmë më ndryshe, kur mund të jetojmë njësoj të kënaqshëm, të jetojmë qetësi në rati sikurse shumica. Mirë,
Po shumë bukur, po sikur të kishin jetuar edhe ata që i kanë shpik këtë telefon, këtë mundësi, këtë ekran që flasim ne me pjesën tjetër të globit, me gjithë globin, sikur ata të kishin menduar njësoj, sikur se shumica atëherë ne do të ishim sikur ata, nuk do të kishim mundësi të komunikojmë në këtë formë tash pa asnjë shpendim dhe pa asnjë udhtim. Pra një ide, një mendim, një zbulim, një inovacion e ka shndruar botën në një botë moderne të cilën e kemi përqafuar ne dhe do ta përqafojmë hap pas hapi, jo vetëm me dëshira, jo vetëm me mendje, por edhe me veprime, sepse gjitha dëshirat, gjitha projektet, gjitha idetë, nëse nuk qiten në letër dhe prej letër, nëse nuk zbatohen praktika, atëherë mbesin vetëm letër që s'kan asnjë vlerë, asnjë kuptim, ajo mund të jetë një letër, thjesht një letër tualeti. Sot po desh diçka se s'po të shoh, kërkoj ndjesë fiqe, se s'po të shoh, nuk po ta shoh mimikën e tyres kur do në morë fjalën, po as po të shoh kur e qëndruan, po. Kjo është një shembull i mirë që nuk po më shef ti, ndoshta më thonë se njëjtë është kur nëse nuk e kemi transformu veten, është njëjtë sikur tash që ti e din që unë jam këtu, por nuk më shef. Po në rëthirje për momentin. Po tregoj një tregim të shkurt që e lexova dje në një libër shumë të një autori turk, një djalë bie nga pema dhe vërbohet, do të thonë humb shikimin. Dhe ai ashtu pa shikim shkon nëpër mal, nëpër xhungull dhe e haste një pjesë, që në atë pjesë ishin të gjithë të verbër. E kupton? Pra ishin të gjithë të verbër, jo sepse ishin vërbuar, por sepse kishin një defekt genetik që ata të lindin gjithë të verbër, do të thonë pa sy. Dhe ky ashtu pa sy, ata pa sy, ky dashurohet në një vajzë të aty tati fisi, le të themi. Dhe çfarë ndodh? Po ky nuk shef, po është dashuruar atë. Ky është dashuruar në atë vajzën me prekje, sepse ky e din se çka është një femër, do të thonë e din se ky ka pa, ndërsa ata të fisit nuk kanë pas njëherë. Ata nuk dinë çka është drita, nuk dinë çka është njeriu. Ata jetojnë vetëm me prekje, pra vetëm me shqisën e prekurit. Ata jetojnë vetëm me shqisën e prekurit, gjë që ka dëshmuar që edhe njerëzit në pjesërinë tonë kur verbohen e kanë mundësinë të jetojnë edhe të shohin edhe të ecin edhe televizin edhe të jetojnë pas një telashe vetëm me anë të prekjeve, sepse kur mungon syri, domethënë kur humb shikimi, shqisa zhvendoset, forcohet një shqisë tjetër, ose dëgjimi, ose prekja, ose nohatja, ose kështu është kjo domthonë e merr forcën, fuqinë e një organ me tjetrit. Dhe çka ndodh? Ai vendos të martohet pra me vajzën aty fisit, mirë po ai djali bën sherrë, sepse ai s'është mësuar të ecë nëpër terr, nëpër rrësirë, pa sy. Ata janë mësuar, por ky s'është mësuar. Edhe mblidhen në gjithë fisin, edhe vendosen jetojnë, ti ke një mundësi, ose të largosh nga vendi, nga fisi këtu, sepse po na bën probleme, po na bën skandale, ose do t'i nxjerrim syt që t'jetosh aty i verbër për gjithë jetën sigurisë ne. Dhe ai tash në dy mendje, atë jetoj sigurisë e gjithë turma, gjithë ata njerëzit në rrësirë, apo të kthehet ta lë atë vend të themi të mërshëm dhe t'i kthehet jetës së ndritshme. Kjo është një mesazh shumë i fortë që ne kemi mundësinë, pra ne kemi një mundësi të zgjedhim a do të jetojmë sigurisë ata njerëzit ai fisi i verbër që nga linja deri në vdekje, apo duhet të hapim syt dhe të jetojmë ashtu siç e meritojmë si qenie njerëzore, sepse ne thashë edhe më herët, ne jemi qenie njerëzore, ne jemi qenie me intelekt, gjë që kemi borx jo vetëm vetvetes, por edhe botës shtazore që s'ka intelekt, por kemi borx edhe universit, kemi borx edhe krijuesit, sepse ai na ka krijuar, neve na ka dhënë këtë mundësi dhe ne duhet ta shpërblim jo atë, po fillimisht veten dhe duke shpërblyer veten e shpërblim edhe ato që neve na ka dhënë këtë fuqi, këtë mundësi dhe na ka dhënë këtë bukuri. Kjo është një madhështi që ne sa të shohim, dëgjojmë, flasim dhe ndjejmë. Mbi të gjitha ndjejmë, sepse shumë krijesa kanë vesh, kanë sy, kanë është edhe një besh më tepër se sa ne, por kanë 4 këmbë më shumë se ne, 2 këmbë më shumë se ne, por nuk kanë ndjenjë, do të thonë nuk mungon ndjenja që gjë që ne kemi ndjenjë dhe kemi kjo është përparësi jona. Sot paraprakisht apo i lexon komentet e ekranit apo jo? Nuk po lexoj kur gjë. Okej. Nuk po lexoj sepse po flas, unë kur flas po qëndron në ato që them. S'ka mundësi, nuk kam aftësinë e Einsteinit që ditën ku edhe me lexu edhe me fol. Për sot në dëgjues të dashur, ndjekës të dashur kemi në bashkëpunim me Feqirien, ne kemi zgjedhur paraprakisht, kemi menduar për 3 temat, për vetbesimin, për vetvlerësimin dhe për vetdashurinë, që janë 3 shtyllat kryesore të jetës pa të cilat ne nuk mund të bëjmë asnjë hap, as para e madje as prapa. Domethënë kemi një stagnim nëse këto 3 nuk i zhvillojmë, nuk i shfrytëzojmë fillimisht, mandej nuk i zhvillojmë, sepse këto janë 3
tri aftësitë tona që duhet t'i zhvillojmë. Domethënë vetbesimi, vetvlerësimi dhe vetdashuria. Kush ka vetbesim, është një shprehje, kush ka vetbesim e ka gjithë botën me vete, e ka Zotin me vete. Ai që s'ka vetbesim, ai nuk është në popull themi kur si i Zotit për veten s'mund të jesh i Zotit pas asnjë tjetër. Pra vetbesimi është një element shumë i rëndësishëm në jetën tonë që neve na shtyn ose na ngec për çdo hap që ne bëjmë në jetën tonë. Domethënë vetbesimi është nëse dikush ta them, shumë njerëz ngecin në këto tri dimensione sepse janë dimensionet e jetës, domethënë lumturia, liria dhe pastoria. Për mungesë vetbesimi, ne nuk i shijojmë as të parën, as dytën, as tretën. Sepse nëse nuk besojmë, nëse nuk kemi vetbesim në lumturi, ne s'mund të jemi të lumtur. Nëse nuk kemi vetbesim se duhet kemi liri, ne s'kemi liri të lëvizjes, liri të shpresës dhe liri të mendimit. Dhe nëse s'kemi në besim se mund të jemi të pasur, që s'është e vërtet, por mund të mos kemi vetbesim, s'kemi besim, atëherë ne do të lindim dhe do të vdesim të varfër, që është varfëria, nuk e kam thënë, unë e kam thënë njerëz shumë para meje, varfëria nuk është gjë që i mungon dikujt, por është smundje, domethënë është smundje e pashërueshme faktikisht, varfëria. Ata që mendojnë që s'mund të jenë pasur, ata vuajnë nga kjo smundje, nuk është se s'kan mundësi. Fiqi s'po të shë, po ta jep fjalën. Ndërkohë. Unë desha të them këtu sepse tema si manifestim na intereson gjithëve, edhe nëse nuk mundemi me manifestu, thjesht nuk do të ndihemi shumë të kënaqur as të mbushur. Kështu që shumë njerëz edhe pse ndoshta në një farë mënyre punojnë me veten e tyre, por prapë vetbesimi ju mungon. Vetvlerësimi dhe vetdashuria. Pra, këto tri terma janë termat kryesor që neve na duhen për me qenë manifestues të fort apo manifestus të fuqishëm. Edhe për këtë arsye sonte e kemi përzgjedh këto tri tema apo këto tri terma që të diskutojmë që çka është vetbesimi, çka është vetvlerësimi, çka është vetdashuria. Pra, për sonte do diskutojmë për këto, por unë e thash edhe më herët, mos hezitoni të bëni pyetje. Bëni pyetje. Faktikisht do duhet të ishte ky komunikim do duhet të ishte me pyetje përgjigje. Unë mendoj që talmen do ta bëjmë një formë tjetër komunikimi, një formë ku mund të hyjnë të gjithë live, për shembull me Zoom, ku mund ta shohim një tjetrin, sepse kështu po flasim sikur se ai në rrethir atje nuk po i shoh në ndjekësit, madje nuk po të shoh as ty si bashkëbiseduese. Edhe që të jetë interaktiviteti është më i gjallë, është më real dhe është e di cili ma ka bërë pyetjen, e shoh edhe në fytyrë si ma ka bërë pyetjen, sepse kështu në shkruar mund të jetë pyetja, mund të jetë artificiale, mund të jetë një pyetje që ndoshta se ndjen ndjekësi por e shkruan, domethënë e shkruan ose ja thot dikush tjetër thotë shkruaje bëj këtë pyetje dhe domethënë kur dikush e bën një pyetje që s'e ka bërë vetë, që s'e ka ndjer vetë, atëherë energjia ime është shumë e ulët për të kthyer përgjigje pozitive atij personi. Prandaj do ta shohim një mundësi tjetër që të kemi qasje kush do le ty, por kemi mundësinë të ta shohim një tjetrin, kush do madje më mor fjalën ose më pyeten ngret dorën, flet, sigurisht se më qenë me një sallë. Atë luan Zoom-i. Desha të kthejmë pak në fillim tek vetbesimi. Pra vetbesimi nuk është që ta jep dikush, sepse është fjala vet, domethënë është vetbesim që është vjen nga brenda, domethënë nuk vjen nga jashtë. Nëse dikush thotë që besoj vetes dhe ti fillon të besosh vetes nga ai që ka thënë dikush, atëherë ky s'është vetbesimi yt, por është vetbesimi i dikujt tjetër që ka në një formë ose tjetër ta ka imponuar ose ta ka dhuruar. Gjë që prandaj ky s'është yt, është i tina dhe ne që nga fëmijëria, si të fillojnë fëmijë në hapat e parë për të ecur, ai ndeshet me vetbesimin. Domthonë fillon të ecë hapat e parë, dikur zohet, dikur quhet, dikur kapet për shtretërve, dikur kapet për hormoneve dhe sa më i lartë vetbesimi, dikur ai lëshon durr. Dhe hapat e parë të ecjes së fëmijës pa u mbajtur është për shkak se fillon të ngritet vetbesimi. Dhe ne në jetë kështu pra fillojmë me vetbesim që nga fëmijëria, që nga poshtë një jetë më mirë dhe pastaj gjatë jetës na duhet shkollë në për situata ndryshme, në për gjendje të ndryshme, me persona të ndryshëm, me pengesat të ndryshme që duhet kemi vetbesim. Pra vetbesimi duhet të jetë është një fuqi bërthamore që vetëm duhet t'ia ngrejmë atë sigurisën. Është një bomb
që vetëm duhet t'ja heqim sigurisën dhe të shpërthejmë dhe të bëjmë gjë të mrekullueshme. Vetëm kur them vetbesimin e kam kur them vetbesimin e kam fjalën për vetbesim të mjaftueshëm, jo vetbesim të tepruar, sepse vetbesimi i tepruar është pjesë e vetbesimit të egos, sepse vetbesimi i tepruar hyp në lartësi 10 metra dhe kthen tokë mendon ke besimin se shton ose bien këmbë dhe mund ta thesh komën ose edhe më keq mund ta thesh qafën. Pra kur flasim për vetbesim kemi fjalën për vetbesim të duhur, të mjaftueshëm, jo të tepruar, as të mungut. Ne flasim për atë çka është e shëndetshme. Domethënë çdo herë në mos. Se gjithmonë gjithçka, edhe vetë dashuria për shembull mundet me u tepru, edhe vetë vlerësimi mundet me u tepru, edhe vetë besimi. Po na gjithmonë po flasim në atë çka është e shëndetshme, domethënë vetbesimi nuk na pik, nuk vjen kështu pa kuptuar ne, po ai zhvillohet dhe më forcohet me zhvillimin ton fizik, emocional dhe psikik. Domethënë janë të tri shkallë që e shoqërojnë vetbesimin, pra emocioni, zhvillimi fizik dhe zhvillimi psikik që na bëjnë sepse ne edhe nga forca edhe nga trupi fizik ne kemi një vetbesim. Nëse jemi të hallik, si themi, ose jemi të dobët me muskuj, ne s'kemi vetbesim që të përçuar një peshë 50 kg, por vetëm nëse kemi muskuj, kemi një të shëndetshëm, atëherë kjo është një vetbesim fizik. Por kemi edhe vetbesime psiqike dhe emocionale ku ne mund të bindim veten. Faktikisht ne nuk e bindim veten për vetbesim, sepse vetbesimi ekziston te na, ne vetëm e nxjerrim nga brenda. E nxjerrim dhe i themi urdhëro ja ku është kjo gjë dhe ne ti mund ta kalosh. Domthonë flasim me zërin tonë të brendshëm dhe i themi vetes se ti mund ta kalosh këtë pengesë dhe vetëm njeriu që e bën me vetbesim mund ta kaloj. Përndryshe, edhe në të povër, njerëzit që kanë vetbesim të lartë, shëndetshëm siç thotë Marat Fiqi, ata vrehen jo vetëm në të folur, jo vetëm në lëvizje, por vrehen edhe në tezë. Për shembull, rrugë shen njëri që ecë me vetbesim, ka kokën lart, ka supët e drejtuara drejt, ecë drejt, nuk i trembë turmës, madje njëri me vetbesim të lartë hyn edhe në mes turmës së qenve dhe nuk ka frikë se njëri prej qenve e kafshon, sepse është me energji të lartë dhe qeni si asnjë kafshë tjetër e kupton energjinë pozitive, energjinë e lartë të njeriu dhe qeni që e kupton aurën e njeriu me energji të lartë nuk i vërsulet dhe nuk i kafshon. Vetëm ata që kanë frikë, vetëm ata që janë me vetbesim të ulët, vetëm ata që janë me frikë i vërsulet qenë sepse qeni bien desh, domethënë bien desh energjitë dhe qeni ka frikë, domethënë qeni sulmon njeriu, se patëm një rast në mbrëm në Prishtinë ku një qen e sulmoi një person dhe e lëndoi. Qeni për 3 arsye kafshon, se ne themi mban qeni nuk han, kafshon. Qeni kafshon kur i rrezikohet territori i tij, kur është i uritur dhe ku të shes si rrezik. Dhe në momentin kur njeriu sillet i dyshimt ndaj kafshës, ndaj qenit këtë rast, atëherë qeni të shes si rrezik dhe ai si mos mbrojtëse zgjedh që të sulmoj. Prandaj kanë dallim edhe në të pomë, edhe në tesën njeriu që kanë vetbesim të lartë dhe kundërta, ajo keqja me vetbesim të ulët, shihen, janë të krysur, flasin me zë të ulët, kanë kokën ulur, nuk shohin gjë larg, mendojnë se nuk shohin më larg se sa 3-4 metra dhe vrehen pranë të pomë. Nuk duhet shumë një inteligjencë e madhe për të rritur njerëzit edhe në rrugë duke ecur, cilët janë me vetbesim të lartë dhe cilët janë me vetbesim të ulët. Po Fiqi? Po, shumë mirë. Unë e them për shembull sa njerëz janë në këtë botë që nuk munden me arrit dëshirat e tyre për shkak për mungesë vetbesimi. Të vetbesimit të ulët që kanë, sepse nuk besojnë veten. Nëse lejohet shpejt me tregu një historinë time, për mua është okay. Kur i tregojmë historitë tona, është gjithmonë edhe më e kapshme për personat që ndëgjojnë, për publikun, për gjithçka. Unë tani këtu që tani kam dalë diku që nga pushimi i verës kam dalë në këtë objektin e ri këtu. Edhe para se doja me marr, me fillu, domethënë ta blej këtë objekt, domethënë kjo është vetëm një shembull se kam shumë shembuj tjerë, po e marr këtë fundit. Kur doja që të manifestohet, që ta formoj, që ta krijoj, normal kam fillu me kërku, me bë pyetje, kam fillu me kërku persona dhe kështu. Edhe më kujtohet një herë një person e takova edhe e pyeta, thash kështu është dëshira e ime në të ardhmen, kam dëshirë që ta kem këtë objekt, edhe po i tregoj se si janë gjana, të ardhurat e gjitha ato, edhe po më thot ta, jo, thash
të mundshme, domethënë, ma boni aq të merr, sa që me një farë mënyrë mi humbi gjitha shpresat. E kupton? Po dëshira ime ishte shumë e zjarrt. Edhe une, se po I bita shkurt, veç po du me thonë se çka du me thonë me besimi. Une, në atë moment, më është ullur energjia komplet. Do me thonë, është gjë normale, sepse kur pysim dikon, kur e pytim dikon, na pytim atë shpresën që me marrë një përgjigje pozitive. Edhe kur e merr një përgjigje negative, normal që t'ishtë një njështë, dhe në atë moment, fillon me dul e kremi. Unë po vazhdoj, do të vazhdoj, ose po ju tregoj juve njerëz të dashur, edhe në atë moment kur do më thonë, më ka thonë ai mu jo, nuk është e mundshme, unë e kam me tash si është e mundur, sepse unë thësha nuk është, unë e kisha aq vetë besimin, do më thonë që e di se do ta arri një ditë. Edhe nejse mo, ajo ditë mbaroi, shkoi një kohë, po vetë besimi im ishte shumë I madh. Edhe e krem, unë po vazhdoj të flas, unë bona një sherë prej ka dikon pahiri dhe prandaj nola. Edhe njerëz të dashur, do më thonë, kanë kalu dikun 2 vite, është e vërtet që kanë kalu 2 vite, po që unë e kam arrit dëshirën time. Edhe e dini se si thjesht duke besu në vetën time. Do më thonë, kur në atë moment, kur e ku marrë përgjigjen nga ai, edhe më tha se nuk është e mundshme, jo kështu jo ashtu, unë thash, okay, ky është mendimi jot, këto janë vlerësimet e tua, po kjo nuk ka të bëjë asgjë me mua. Unë e di se kush jam, unë e di se kush du, dëshira ime është e qartë, edhe kjo do të bëhet. Edhe do të thonë, unë sot tani I ka që diku 3 muaj që jetoj në këtë objektin tim. Edhe ju kam lutë Zotit ta takoj prapë atë njeri, edhe t'i thap që unë e arrita dëshirën time, pa ndihmën edhe të askujt. E kjo është domethënë që vetbesimi, kur vetbesojmë neve në veten tonë. Atëherë, pa marrë parasysh se sa kritika kemi me marrë nga bota jashtme, gjithmonë e tham. Ku me di se sa njerëz kanë me qenë kundër neve, kur ne besojmë se kemi kapacitet, kur ne besojmë në potencialin tonë, absolut nuk ka kush që të ndonë. E kjo është vetbesimi. E unë jam shumë e bindur që shumë njerëz, momentin që takohen me dikën, edhe për atë arsye thuhet mos I diskutoni dëshirat e juve ose projektet e juve me njerëz që vetëm me njerëz caktuar që e dini vërtet, po nganjëherë normal se dush me marrë edhe përgjigje nga shteti, ndoshta nga administrata, ku ta diun se çka, edhe na duhet me bëu pyetje. Po prap ta kesh vetbesimin e fortë. Ti e vlerëson veten si person, e din sa ki vlerë, vetbesimi automatikisht rritet. E din që I vlefshëm, e din që I mençëm, e din që e din edhe mundesh, edhe urdhëro. E kur është vetbesimi I madh, kur e vlerëson veten shumë, tani ti je në gjendje me realizu dëshirat e tua. Kur ti realizon dëshirat e tua, atëherë dashuria është edhe më e madhe ndaj teje, e don veten prap më shumë, se gjithmonë gjithçka është zinxhir, edhe sepse ti arrite, ja dole edhe pa ndihmën e askujt. Thjesht duke besuar në veten tënde dhe duke vlerësuar veten tënde. Sakt, në një lindje me atë fuqi. Domethënë nuk është se e fiktojmë pas lindjes, po lindjem me atë fuqi të vetbesimit dhe nuk ka nevojë ne që të na argumentoj dikush tjetër, që të na dhuroj dikush tjetër ose që të na bind dikush tjetër që ne duhet kemi vetbesim, sepse ne kemi atë vetbesim. Domethënë ekziston brenda nesh. Vetëm duhet, si thash edhe më, vetëm duhet sigurisën t'ia heqim dhe ai të aktivizohet. Edhe permanentemente rruga se s'po të shoh, feqerim vjekesh se s'po të shoh. Dikush të e bën një pyetje, po pyetje nuk jam duke e kuptuar bashkëmirë. Si hipnoterapiste, tek një I afërm ka pengesë të punë. Po është atë pyetje, po dëgjoj, ta kryejmë në live, mandej mund të shkruajnë privatisht, sepse tash këto janë çështje personale, private të secilit, mund të shkruajnë privatisht. Më kanë shkruar dje pa dje gjithë ditën, nuk kam kthyer përgjigje, as sa kam pasur mundësi. Po tani të flasim sepse
mos ta marrim kohën gjithë tjerëve për një person. Okej. Sa i përket lidhur me temën, mund të bëjmë pyetje, po jashtë temës mund të bëjmë pyetje më pastaj. E cekët të mëra që njerëzit me vetbesim nuk shohin vështirësi, nuk kanë pengesa, por ata në çdo vështirësi shohin mundësi për dallim prej atyre që kanë vetbesim të që në çdo mundësi ata shohin vështirësi. Dhe njeriu me vetbesim të lartë ka të garantuar të siguruar rrugën e lumturisë dhe rrugën e suksesit. Të garantuar, kur them garantuar, atë ka të garantuar jo prej meje, jo prej vete, por ka të garantuar nga krijuesi, nga natyra e cila e ka sjellë në këtë botë me një mision shumë të fisnik. Dhe përveç kësaj, një njeri me vetbesim të lartë si themi është një magnet që të rreq njerëzit tjerë. Domthonë njerëzit tjerë, edhe ata nëse s'ndjen vetbesim, ata fillojnë të kenë një vetbesim. Është sigurisht se kur shkon në një shëtitje diku në një vend të rrezikshëm dhe mjafton njëri prej grupit ta marrë iniciativën që ka vetbesim të lartë dhe ata kalojnë lumin që ka një rrjedhë ose në bjeshk, që ka një rrjedhë të vrullshme dhe pastaj me një pas ti të tjetë fillojnë ta zgjojnë atë vetbesimin e fjetur ose atë vetbesimin e varrosur, themi kështu në kushtimisht brenda vetes, që të zgjohet, që të ngjallet dhe të shprehë aftësitë e tina madhështore. Prandaj një njeri me vetbesim është magnet për të tjerë që nuk kanë vetbesim. Pra nëse ne kemi vetbesim, atëherë ne i nxisim të tjerë, jo që i demoralizojmë, por u japim moral fort dhe i nxisim që ata të zhurmojnë, të gërmojnë brenda vetes që ta shpalosin atë vetbesim që kanë, sepse vetbesimi i urët ose mos besimi në veten është faktikisht sikur se të bësh një vetvrasje të ngadalshme në heshtje. Pra është vetbesimi jot është sikur se kur e vret veten, e han veten, që të shkapërdet trupin tënd, fuqinë tonë, energjinë tonë për mungesë vetbesimi. Dhe vetbesimi, siç thash edhe më herët, është e sigurisë kryesore e zhvillimit ton personal, zhvillimit ton psiqik dhe zhvillimit ton emocional. Dhe mos flasim pastaj nga të trija të cilat vijnë dhe sukseset e radhës. Nëse kanë ndjekësit ndonjë pyetje lidhur me vetbesim, atë le të parashtrojnë, derisa ne mund të kalojmë pastaj në vetvlerësim, e cila është jo më pak e rëndësishme se sa kjo e para. Është, domethënë, unë nuk njoh njerëz që janë të suksesshëm edhe nuk kanë vetbesim. S'mund të ketë. Jo që nuk njeh, po s'mund të njohësh për shkak se nuk ka. Po jo dhe se s'është e mundur. Sepse vetbesimi do të thotë edhe të marrësh çmimin, të marrësh rrezikun e rrezikshmërisë, domethënë të marrësh rrezikun e rrezikshmërisë, gjëra të rrezikshme në jetë. Pra pa rrezikuti, pa vetbesim ti mund të rrezikosh. Po është ditë një video nga një super i suksesshëm një person, domethënë i suksesshëm pothuajse në të gjitha sferat. Edhe domethënë dhe ai shumë mirë thoshte, mos i zhgjo se çka kam arrit. Nuk është suksesi me pa vetëm rezultatin se ku kam mrriune. Po sukses është që sa sfida ke kalu për me mrri aty. Domethënë, se na çdo herë shohim vetëm se njëri i suksesshëm duhet veç me pas këtë gjë. Po një njeri është i suksesshëm kur ka kalu nëpër frida, kur ka kalu nëpër domethënë sfida të ndryshme edhe ka arrit prapë me ja dalë. Domethënë që ky është sukses. Pa dështim nuk mund të kesh sukses. Sukseset që nuk njeri që ka arritur suksese dhe që nuk është ballafaqur me disfata, me dështime, ai sukses është sikur se një kull e ndërtuar prej letrës, prej kartonit. Do të thonë sukses i brisht që mund nga moment në moment të humb. Prandaj sukseset janë të ndërtuara mbi hirin e dështimeve, mbi hirin e disfatave. Nuk ka sukses pa disfata. Sepse shumë njerëz e akuzojnë veten në një farë mënyre se pse nuk ka arritur ende sukses, pse nuk ka që ka arritur këtë edhe këtë edhe këtë. Po, është rruga më e lehtë. Është rruga më e lehtë. Duhesh me pyet veten spore, më thon, a mundem edhe unë me ja dal
a mundem edhe unë me u ballafaqu me gjitha çdo sfida, njëjtë sikur çaj personi. Atëherë më thonë, pse ky po e arrin këtë gjë, e unë nuk po munda me arrit. Se na nuk e shohim për shembull se sa rrugtimin e çatij personit që ka arrit suksesin. Na gjithmonë e shohim vetëm rezultatin. Edhe bazojmë në rezultat. Edhe tani vjen ajo farë ndëshkimi, thu pse unë nuk po mundem e ai mujti. Është mirë ja bo vetes pyetje një herë më thonë, a mundem une, a kam une, sa kam une kapacitet ose sa kam une vetë besim të fortë që për me mujt me i kalu gjitha çdo sfida sikur që ky personi për shembull. E kur ja bën ti vetes këtë pyetje, vjen përgjigja. Atë vjen përgjigja se ndoshta nuk e ki vetë besimin e duhur. Atëherë unë kisha thonë, puno me vetë besim. Në vend se të mendosh pse unë nuk po muj me arrit këtë gjë, pse unë nuk po muj me shku këtu, pse unë nuk po muj me bo këtu, me pyet veten, m'ja kthy vetes pyetjen, me thonë, çka, m'ja bo vetes pyetjen, me thonë, çka po të mungon ty? Pse ti nuk po mundesh me arrit çito? Edhe ja jep përgjigjen vetes. Kur t'ja jepsh përgjigjen vetes, atëherë fillo edhe puno me çat përgjigje. Është mënyra më e mira për me kuptu ku je me veten, me kuptu sa e vlerëson veten, edhe me kuptu sa e don veten. Se nëse është dashuria e madhe ndaj vetes sonde, atëherë ti kërkon. Është në fund ti që në fund e kemë vetë dashurinë. Mos e zbuloj tash në fillim. Okej. Hajde zbuloj së kratë. Po është tema e tretë. Të vetë besimi, dhe më thonë vetë besimi nuk ka nevojë të kërkohet jashtë sepse ajo është brenda nesh. Dhe është sikur se ta humbim gjilpërën në shtëpi dhe dalim ta kërkojmë në bërë. Ajo nuk gjendet në bërë, gjendet brenda atë ku kemi humbur. Dhe vetë besimi është brenda nesh dhe jo vetëm besimi, sepse ne thjesht trupi ynë nuk është një thes me mish edhe me eshtra, por është një inteligjencë, është një energji. Dhe në çatë energji është edhe vetëbesimi, që harrova të në fillim, vetëbesimi pra i takon emocioneve pozitive, vetëbesimi i lartë, ndërsa vetëbesimi i ulët normalisht është e kundër asaj që i takon emocioneve negative. Dhe ne zgjedhim pra a duhet jetojmë në tregimin me atë fisin që jeton në errësirë, sepse për ta ishte errësirë, edhe pse ishte dritë, ata nuk kishin por dritën asnjëherë, sepse s'kishin pas syçin nga lindja. Edhe ne zgjedhim jetojmë, a duhet të jetojmë me fisin që jetojnë në errësirë apo me fisin që jetojnë në dritë. Pra nuk na obligon askush dhe nuk mund të na shtyjë askush që të zgjedhim, sepse zgjedhja është e jonja dhe ne zgjedhim në bazë vetëbesimit. Ashtu është, po e çka është e dhimbshme këtu, sepse secili prej neve, domethënë, e ka atë rrugtimin e shpirtit vet. Po edhe secili është super i pasur nga natyra, edhe është i ardhur nga bollëku. Po është vërtet për një keqardhje shumë të madhe, sepse kur i shohësh njerëzit duke jetu në varfëri, jo vetëm nga ana financiare, po nga shumë lami tjera tjetës, është shumë për keqardhje. Sepse çka ka ndodhur me këta njerëz? Pse nuk e kanë, domethënë, vetbesimin? Pse nuk e marrin jetën e vet në dorë, edhe jo me u bë viktimë e dikujt tjetër, sepse na gjithë jemi të pasur. Nuk ka, kjo është vetëm nga ana materiale, jemi të ndonë, por nga ana e natyrës ne jemi të gjithë jemi të pasur. Ishte pyetja e pash në një video dikun intervistonte në rrugë një person, njerëzit i pyeste po të ofroj 1 milion euro, a do t'i kishe marrë? Gjithë shpejt thoshin po, edhe unë do të kisha thënë po, sepse të gjithë kemi nevojë për 1 milion euro. Dhe pyetja e dytë ishte, a do t'i merrje 1 milion euro sot në mëngjes dhe t'i harxhoje sot gjatë ditës me kusht që nesër në mëngjes mos më zgjodhem, me vdek. Dhe as kusht se pranonte. Dhe çka do të thotë se çdo mëngjes ishte më shtrenjtë se sa 1 milion euro. Edhe ne sa zgjohemi në mëngjes, pra më kushtojmë më shtrenjtë dhe kemi jetën më të shtrenjtë se sa 1 milion euro mund të kemi në llogaritë tona bankare.
Kjo është se ne Kjo është jemi pasionia. Kjo është pasionia që ne kemi dhe nuk dim ta vlerësojmë. Domethënë ne kemi pasoninë që ne zgjohemi mëngjes, dikush nuk zgjohet. Faktikisht dikush nuk zgjohet mëngjes, ne jemi zgjuar. Por është pasioni sepse me atë pasioninë pastaj ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Po nuk u zgjove, asgjë tjetër nuk ka vlerë. Domethënë përfundon është shpreha që gjitha problemet që i ka jeta i zgjidh vdekja dhe faktikisht i zgjidh vdekja sepse me mekanimin e ton nga ky dimension i quajtur jetë ne zgjidhim gjitha problemet e kësaj jete dhe pastaj për jetën tjetër do të merret dikush tjetër me ne. Kalojmë. Po këtu është sepse unë kisha dashur me kalu te vetë dashuria. Jo, vetvlerësimi është e dyta, të shkojmë me radhë. Se vetë dashuria atë pjesën çështën ditor do ta lëm në fund. Po ti për vetvlerësimin. Po, unë flas për vetvlerësimin. Vetvlerësimi pra, sikurse vetbesimi, edhe vetvlerësimi është një nga shtyllat kryesore që neve na ndihmojnë, është si udhëzuesi ynë që ne në jetë të gjejmë rrugën e duhur, të gjejmë mënyrën e duhur dhe të gjejmë veten aty ku duhem të jemi. Nuk ka nevojë të na vlerësoj askush, përveç në raste të veçanta kur është ndonjë njeri, jemi ndonjë konkurs punës, ndonjë konkurs bukurie ose diçka tjetër, atë e bëjnë punën personat profesional të fushës së caktuar, ndërsa në jetë ne nuk kemi nevojë askush na thotë se ti vlen kaq ose ti vlen më shumë ose ti vlen më pak, sepse vlerën tonë vetëm ne e dim. Kjo vjen zakonisht më shumë nga krahasimi nga shkollat, sepse na jetohem si fëmijë, sepse unë e marr mend për veten, e marr mend kur kam qenë në shkollën në klasën e parë fillore. E kam pas një shoqe afër ulur në bankën time. Edhe unë s'kam qenë me nota kur super e mirë, gjithmonë kam qenë mesatare, pak më e mirë. Edhe, po jo super e mirë. Ata janë nxënësit më të mirë. 4 gjithë janë nxënësit më të mirë. Tani më kujtohet, edhe aty kom pas fillu, edhe kom dash një ditë ekstra me bën një video vetëm për këto, që mos e nënvlerësoni veten njerëz kur, sepse kur nuk jeni ma me pak vlerë se ai tjetri. Never. Vetëm që ka vetë, domethënë mendojmë edhe ja japim vetes këtë bindje. Faktikisht ne vetëm ta mbaroj këto. Po të mbar. Domethënë ishim ulur afër, edhe më kujtohet ende, edhe jam shumë e lumtur që kam shkuar në atë moment kështu në mënyrë të vetëdijshme. E kam kuptuar se kur mu më është shfaqur kjo bindje, se që unë vlej më pak se dikush tjetër. Edhe më ka ardhur kjo ndërmend. Mu ka kujtu se kur i kishim, domethënë, provimet, testet, edhe na i kthejke profesori, mësuesi, ajo e merrte një notë shumë të mirë, unë e matult. Edhe ajo çante, thike unë, pse se ku marr hala më të mirë, unë isha kënaqur me çata që e kisha. E kështu që çdo herë aty tani mu ka kriju ajo bindja që unë nuk jam me sa duhet, ose nuk jam e mirë mjaftueshme, sepse ajo i ka pas nota domethënë shumë më të mirë son. Po tani duke punu, tash i vjen sigur kur unë po lëvdohem, po unë jam shumë më suksesshme në jetën time, sepse ajo që i ka pas nota të mira son. Edhe më është dashur t'i bëj disa vjet, derisa ta kuptoj mirë këto, sepse kohë gjatë e kom pas këtë bindje që tjerë janë më të mirë sone. Domethënë, çka i bëjmë neve vetes me një bindje që kemi marrë nga dikush tjetër. Faktikisht ne nuk jemi gjithë fajtor, sepse shumica prej nesh jemi rrit në një mjedis, jemi rrit me prind gjysmë analfabet ose analfabet, të cilët na kanë thënë ti s'mundesh këtë, ti s'je zotë për këtë, ti s'ke mundë më kur këtë, ti s'ke bëu këtë kurrë, dhe ne ato cilësimet e tyre i kemi këtyre në bindjet tona. Pastaj ato bindjet tona i kemi trashëguar, i kemi zhvilluar jetën tonë deri në moshë madhore kur kemi filluar të vetëdijsojmë, të mësojmë dhe ta kuptojmë se ajo s'është e vërtetë. Për shumë nga njerëzit tek në moshën madhore bëjnë bum sepse shkputën një herë për gjithmonë nga bindjet të cilat ja kanë imponuar prindërit. Ti si je zotë për këtë, ti s'mund të këtë. Dhe nëse neve besoj se që dikush se ka këtë bindje, krejt e kanë bindjen që tjetë janë më të mirë. Dhe nëse dikush na thot neve ti s'mundesh, faktikisht ai person i ka thënë 3 gjëra, në mënyrë të vetëdijshme ose pa vetëdijshme. E para na thot ti s'mundesh sepse ai vetë nuk mundet. Do të thonë për shkak se s'mundet vetë,
ai mendon që s'mundesh ti. E dyta është ai beson se ti s'mundesh, domethënë ka një besim se ti s'mundesh, dhe e treta që është më keqja është sepse ai dëshiron faktikisht që ti të mos mundesh. Pra nëse dikush thotë s'mund ta kryesh këtë punë, këto 3 gjëra ti keq parasysh. Një, se ai s'mundet vet dhe pa mundësinë e vet dëshiron ta shpërndajë me të tjerë, domethënë dëshiron të jetë edhe të jenë të tjerë, sepse energjia negative ka një shpërndarje më të madhe se sa energjia pozitive, ka një kapje, një zhvillim më të madh sepse njerëzit janë të prirë më shumë të besojnë gjëra negative se sa gjëra pozitive. Kjo është vërtetuar edhe shkencërisht. Nëse themi në rësirë, nëse themi do të na vi baba Dimri, do të besojmë pak a shumë. Nëse themi se në rësirë këtu do të vi një hienë ose një gjë paranormale, ne më njëherë frikësohemi sepse tendenca e njeriu është më e shpejtë për të besuar gjërave të prekshme, gjërat që na shkaktojnë frikë, gjërat që shkaktojnë dhimbje dhe vujtje. Dhe personat që neve na thonë nuk mundesh, atë pra ne duhet të kemi 3 gjëra, mos përsëritim shpesh 3 gjëra parasysh, sepse ai vetë s'mundet dhe pa mundësinë e tij dëshiron ta shpërndajë me të tjerë, dëshiron që të tjerë të jenë sikur ai. E dyta është sepse ai beson që ti s'mundesh, sepse të shet më të vogël, domethënë të shet under, të shet nën, nuk të shet për mbi, as baraz, po të shet për funi. Dhe e treta është sepse dëshiron që ti të mos kesh fuqi, mos kesh forcë dhe mos e vlerësosh vetëm që të mund ta bësh një gjë tjetër. Prandaj sa që njerëzit këshilla më keqe në këtë glob mendoj se është kur dikush thotë s'mundesh. Nuk e them këto e ka thënë i madhi aktori hollywoodian Arnold Schwarzenegger. Domethënë këshilla më e keqe që t'ja jep dikush është kur thotë ti s'mundesh. Kjo është këshilla më e keqe. Është dhe vlerësuar ja thon dikujt këto, ama dhe të vlerësuarit, procesi i të vlerësuarit, i të mësuarit kalon nëpër 4 faza. E para është paftësia për mosdije, domethënë paftësia për mosdije, është paftësia për dije, është dija për paftësi dhe është dija për aftësi. Ai ptjella pak, ai përsëris edhe një herë. Rregullosh po si dush, se di publiku në para. Është paftësia për mosdije, domethënë është minus. Është paftësia për dije, është minus plus, është aftësia për mosdije dhe aftësia për dije. Nëse keni pak durim, ua shpjegoj ç'është e para, ç'ka është e dyta, ç'ka është e treta. Paftësia për mosdije është kur ti ke një vlerë, ke një talent dhe ti nuk e din ç'e ke. Domethënë është paftësi, se ke aftësinë për të ditur që din diçka. Po zëm skengar, apo më kupton? Ta zëm skengar kur biciklet dhe ti mendon që nuk di të ngazësh biciklet. E provon edhe shehu, pas ka mundësi me ngazë bicikletin. Domethënë është paftësia për mos dije, por ti faktikisht e din. E dyta është paftësia për dije. Domethënë nuk e din që e din. E para është nuk e din që s'e din dhe e dyta është nuk e din që e din dhe faktikisht e din. E treta është aftësia për mos dije. Pra ki aftësinë që një gjë nuk mundesh me ditë dhe në rregull është thu për shembull s'di not. Kjo është aftësia për mos dije. Nuk di not dhe ki aftësinë për ta kuptuar se nuk di not. Dhe ka thosh aftësia për dije, pra je i sigurt, kjo është vetbesimi, kjo është vetëvlerësimi dhe kjo është vetdashuria. Prandaj përmend këtu të kodë që deshta me dot e katërta. Pra aftësia për dije është qelësi kryesor i vetbesimit, i vetvlerësimit dhe i vetdashurisë. Është e vërtet shumë edhe unë që kisha dashur të thonë të gjithë këta njerëz që i shohim që kanë arritur suksese, që i kanë arritur qëllimet e tyre, është fjala se jo suksesi, se suksesi është gjithçka. Po ata që i kanë arritur qëllimet e tyre, është vetëm këtu. Domethënë se guximi edhe është vetëm vetbesimi, jo se janë më të mençur, jo se janë më të dijshëm ndoshta, po thjesht e kanë vetbesimin. Edhe e kanë vlerësuar veten. Domethënë këto 3 terma që i tham janë shtylla, janë bazat kryesore që na më mujt me arrit qëllimet tona. Pa që to të 3-jat është e kotë. Është shumë e kotë. Duhesh me në vend që ta përdorësh vetbesimin ton, ndoshta duhesh detyrohesh me bën një punë ose me bën një diçka që thjesht e ngulfat veten me një farë mënyrë dhe prapë nuk e arrin suksesin. Për çka? Edhe pse talenti ekziston, se nuk ka njeri pa një talent. Absolutisht. Do të flasim një tjetër për talent. Do të flasim një temë tjetër. Po. Njeriu ka e kem. A guxoj vetëm 1 minutë, jo 1 minutë shumë. 10 sekonda, se më ka arë bajza tani se kam po që... Ashtë të vazhdojnë.
Ashtu kështu s'po të shoh. Ja, okay. Vazhdo ti ta shpjegosh, unë më Po, njëherë kthehem. pra rrugtimi ynë ka destinacion, ka dy rrugë për në destinacionin e caktuar. Ajo, domethënë, nëse ne dikush për të bërë apo dikush për të bërë. Dhe ne vendosim se në rrugë duhem. A dojmë që të bëhemi dikush, që të kemi lajka shumë, që të kemi shikime shumë, që të kemi laudata shumë, që të kemi ndjekës shumë, kjo është pjesë e egos tonë, apo duam që ne të bëjmë diçka, sepse kur të bëjmë diçka, kjo pjesa e dytë vjen mandej vetë. Dhe kur të bëjmë diçka, bëjmë diçka për të mirë të tjerëve. E para është fama, e dyta është suksesi, me që përmendë fëqëria më herët suksesin. Pra, a duam të luftojmë pas famës apo pas suksesit? Shoh njerëzit krekosen, lavdron, kam 5.000 ndjekës, kam 10.000 ndjekës, kam kaq ndjekës, jam influencer, jam tiktoker, jam kështu. Vetëm një moment, ndjekës të dashur. Çfarë ndodh nëse për 24 orë ndalet interneti, ndalet TikToku, bllokohet TikToku, bllokohet Instagrami, bllokohen këto aplikacione të tjera. Çfarë ndodh me një influencer? Kush është? Askush. Rezultati është zero. Çfarë ndodh nëse unë kam 200.000 ndjekës dhe për një moment ndalet TikToku, ndalet Instagrami, ndalet Facebooku, ndalen gjithë aplikacionet sociale. Çfarë ndodh me mua? Çfarë ndodh me mua? Ndodh mos mbetëm askush. Nuk ishe këtu piqe. Eva, më fal. Tani këtu jam. Ka gjë. Në gjithë jemi familjar, kemi lëvizje nëpër shtëpitë tona. Pra dikush për të bërë apo dikush për të bërë. Dhe ne duhet të zgjedhim rrugën diçka për të bërë, jo dikush për të bërë, sepse kjo është pjesë e famës, të cilën famën ne nuk e krijojmë vetë, nuk është fama rezultati ynë, fama është rezultati të tjerëve, sepse nga shumica e njerëzve ata na krijojnë famën tonë. Faktikisht famë kanë krijuar njerëzit që kanë bërë skandale, që kanë bërë vrasje, që kanë. Jo, kjo më pëlqen shumë që e paskicit sa i përket famës, se vazhdo tani do të flasim. Dhe dikush edhe diçka për të bërë, pra dikush për të bërë apo diçka për të bërë. Dhe kjo e dyta duhet të jetë rruga jonë e suksesit, diçka për të bërë, suksesi që përmendëm më herët. Sepse ne kur bëjmë sukses, suksesit tona i korrin të tjerë. Ai që ka shpikur telefonin, domethënë ka qenë suksesi i tij dhe këtë shpikje e tij e kemi, këtë inovacion të tij e kemi shijuar edhe ne është fryt, domethënë edhe ne e gëzojmë këtë shpikje tina. Pastaj gjëra të tjera, shpikje të tjera të shekullit 21. Ndërsa dikush për të bërë është krye këput ego, të që nuk jam në pjesën e atyre që lavdrohen, kam ndjekës shumë, kam pëlqime shumë, jam tiktoker, jam influencer, jam kështu, jam ashtu, sepse njëherë ndalet interneti, siç mund të ndalet edhe klipsi, edhe dielli kur eklipson ona. Dhe kush mbetesh? Është sikurse një nish me një 20 zera propa dhe po ti që të nishe, të gjitha zerat s'kan asnjë vlerë. Prandaj ne duhet luftojmë për të bërë diçka, jo për të bërë dikush, por për të bërë diçka, sepse kur të bëjmë diçka, të gjithë të tjerët gëzojnë atë bërjen tonë, gëzojnë atë veprën tonë. Është edhe tjetra, nuk e di unë se sa lidhet diçka me vetë dashuri, nëse na dojmë arrit diçka vetëm për me ju tregu tjerëve se kush jam unë. Për shembull, unë e njoh një person, ka qenë bodybuilder me shumë famë, ka marrë domethënë edhe çmime të ndryshme, por që ai e ka vërejt që nuk është rrugtimi i atij. Jo, edhe pse ka qenë shumë i suksesshëm, sepse ka marrë shumë çmime, por sepse na mendojmë që kur shohim njerëz të famshëm, mendojmë që këta janë super të lumtur. Edhe këtu është bile këtu bëhet një krahazim shumë i madh, automatikisht e krahazojmë veten sepse na mendojmë se duhet me qenë i famshëm për me qenë i suksesshëm. Por unë e njoh njerëz që janë super të suksesshëm, por nuk duan me qenë të famshëm. Absolutisht. Por është me rëndësi që na ta kuptojmë rrugtimin e shpirtit tonë. E kjo është vetë dashuri. Kur e duam vetëm mjaftueshëm, unë nuk duhet patjetër me arrit famë, vetëm sepse kjo. Është e rëndësishme që ne ta kuptojmë rrugtimin tonë edhe ta kuptojmë misionin e shpirtit tonë se për çfarë arsye kemi ardhur ne në këtë botë. Edhe që kesh duke tregu për atë djalin. Pra, super i suksesshëm, super i famshëm, me shumë çmime të ndryshme, por i zbrazët në shpirt.
Domthon, jo i përmbushur shpirtnisht, se pasuria nuk është përmbushje e shpirtit çdo herë. Tani, domthon, vullnetarisht, me kohë, duke kuptuar se kush është ai, për çfarë arsye ka ardhur në këtë botë, duke kuptuar më shumë misionin e shpirtit vet, e ka lënë komplet atë karrierë. Edhe tani u ka kthy jetës normale, por që është transformu komplet. Edhe tani nuk e ka atë famën siç e ka pas përpara, është prap i famshëm, por i përmbushur në misionin e shpirtit vet. Pra, jo fama është gjithçka, jo paraja është gjithçka. Paraja është një mjet që duhet ta kemi patjetër. Po përmbushja e shpirtit edhe gjetja e misionit në shpirtin ton, kjo është vërtet një pasuri. Pasuria materiale, pasuria shpirtërore ka një dallim. Edhe kur jemi të pasur shpirtnisht, atëherë është vetë dashuria këtu. Atëherë ne nuk kemi nevojë me marr dashurinë nga tjerë, sepse na jemi përmbushur, e duam veten. Pse thuhet kur e don veten mjaftueshëm? Nuk ke nevojë me prit një kompliment nga dikush, sepse nuk ke nevojë për atë kompliment. Ti një vlerën tënde, e din sa ke vlerë. Edhe kur ta jap dikush një kompliment, ti kam më dorë si që di, ki me dorë se për më thotë je i bukur ose je kështu, unë e di vetë, e kupton? Vrapimi pas lumturisë, vrapimi pas suksesit, vrapimi pas pasurisë, në mënyrë të dhënshme, është vrapim që destinacion ka dështimi, do të thonë nuk ka ndonjë sukses, nuk ka shitin që e kaput përfituar, por është një destinacion i dështimit, sepse gjitha këto nuk gjenden jashtë. Do të thonë njerëzit rrezikojnë për të kërkuar lumturinë, bëjnë edhe gjatë makabre, bëjnë gjatë të mërshme, pra bëjnë hajni, vrasin për të bërë i pasur, po është rruga më e keqe, rruga më shëmtuar e kërkimit të lumturisë. Sepse ne gjithë nuk duhet ta kërkojmë lumturinë gjithë ku ata kemi brenda, vetëm duhet ta zhvillojmë, ta kultivojmë. Dhe tek vetë dashuria, sepse të ne ngatrohet fjala i dashur, të dashurt e duam, e dashurojmë. Ta duam veten nuk do të thotë dashurojmë vetveten, sepse është pjesë e egos, është pjesë që themi në popull kur hyn vetja në hoj. Domethënë kur njeriu dashurohet vetveten, atëherë ka lënë një dimension tjetër të cilën nuk e njeh vetveten. Pra, njeriu dashurohet vetveten sepse nuk e njeh veten. I duket një vetje e vetja më ndryshe, që se kanë njohur deri më tani, dhe tani duket më e bukur se sa që mendon. Prandaj dashurohet vetveten. Dhe them drejtën edhe këto fotot, postimet me filtra, postimet me gjëra vetë mashtruese, me gjëra që as vetë nuk ju beson, domethënë e poston një foto me filtra deri në mosën sa i ndryshon fytyra. Dhe fillimisht çfarë ka bërë? Ka bërë një mashtrim të vetvetes. Ai ka besuar vetvete se është ai personi që për të cilin ai po mendon që të shitet tjetër. Domethënë a ka bler vetveten ashtu siç pi duket në foto. Nëse ka bler vetveten atë tenton edhe me shit të tjerëve. Mirë, po ata që të njohin, sigurisht aty në smundesh më shit, jo më shit, me kuptimin më shit, po smundesh thua se shesësh këtë manipulim, këtë mashtrim me foto, ndërsa aty që nuk njohin, ata nuk është se kanë në interes edhe nuk është se han bar, sepse edhe ata kanë një program të tillë të filtrimit. Por kthehemi pak tek dashuria. Nuk mund të kërkojmë ne të na duaj dikush ose të na dashuroj dikush nëse ne nuk e duam vetveten. Dhe ona kundërt nuk mund ta duam ne dikë nëse ne nuk e duam vetveten. Pra, s'mund të japim dikujt dashuri nëse ne nuk e kemi për vete. Është njësoj sikurse kemi xhepat të zbrazët, s'kemi asnjë cent në xhep dhe të japim dikujt tjetër. Pra, diçka që se ke vet, s'mund të japësh dikujt tjetër. Prandaj vetë dashuria nuk nën kupton me desh veten, por kupton me pas kujdes për veten, nën kupton me desh veten, me respektu veten, me ul në pozicionin e merituar në shoqëri dhe në familje, dhe mbi të gjitha është me vlerësu veten, pra me desh veten deri në fund të jetës, sikur kur je i ri, sikur kur filloj me të dalë rrudhat, sikur kur filloj me dalë thinjat, do të thonë ti duhet ta duash veten ashtu siç je natyrshëm, jo ta duash i ri dhe pastaj duket vetja i shëmtuar ose i keq. Krem,
se di, unë nga njëherë kur jam në shtëpi edhe më vjen thjesht me bo një video, shumë shpesh kam bo disa video, jam kështu thjesht si që jam të shtëpia. Edhe pse? Sepse nuk e kam problem se çka flasin njerëz tjerë për mua edhe çka mendojnë njerëz tjerë për mua, sepse do të thonë e dua veten natyrisht jo që dal nga vetja, po është kit normale që ndoshta të tregojsh edhe flokt e thinjat, do të thonë të bardha. Është kit normale që të tregojsh edhe rrugët. Është pjesë e moshës. Ne mund të lym flokt, ne mund të ngjesim dhëmbët, ne mund të bëjmë operacione të ndryshme, qoftë për shkak të nevojës, qoftë për shkak të dëshirës, qoftë për shkak të egos. Mirë po, ne orën biologjike s'mund ta ndalim. Për këtë arsye është ka vunë krejt bota ose janë njerëzit në depresione. Për arsye se çka kem nevojë na njerëzit më shumë të kohën e sotme është autenticitet. Edhe natyrë, do më thonë, sepse jemi lodhë, gjithë jemi lodhë nga ky falsifikimi që është ka bëhet në rrjetet sociale, se cili të dalë, do më thonë, në ato duke u mundu me u bo viral, duke u mundu me arrit, me fitu paren sa ma letë, sa ma shpejt, edhe me këto farë, do më thonë, një kultivim shumë artificial. Edhe automatikisht në krejt kohën se cili, sidomos kur nuk e kupton se çysh funksionon, kur nuk e kupton se çka do të thonë fjala vetë dashuri, ti automatikisht kime krahasu veten me dikon tjetër. Kime krahasu veten, kime mendu, kime thonë pse une shihe këto me 50 vjet asnjë rrudhë në fytyrë, une kam rrudha, çka s'është unë në rregull. Tani vinë ato vetë kritikat. Edhe vetë dashuria këtu nuk është më, nuk ekziston më. Krahasimi është krem. Edhe jam shumë e bindur, sikur secili person kishte me dalë ashtu se siç është, vërtet se siç është. Ne s'mund fillimisht ne s'mund bindur se depresioni do të kishte qenë nivel shumë më ulët. Po, ne s'mund fillimisht ne s'mund të krahasohemi me askën, sepse edhe po duam të krahasohemi, ne s'mund të krahasohemi sepse krahasimi bëhet me diçka që do të thonë ne s'mund të krahasohemi me diçka që si takon natyrës sonë, sepse të krahasohemi me një tjetër që ka botë tjetër, ka ide tjera, ka qëllime tjera, ti s'mund të bësh krahasim me të. Krahasimi i mirë është me vetveten tonë të mëparshme, do të thonë me veten tonë të djeshme, të padjeshme, të para një viti ose 10 vjetë. Pra, nëse do të mund ndërtua atë të bën krahasimin me vetveten, më të tjetër s'ekziston krahasimi. Por të kthehemi pak te vetë. Që njerëzit që nuk janë në transformim, edhe nuk e kuptojnë vërtet se si funksionojnë ligjet e natyrës, gjithë janë në krahasim gjatë gjithë kohës. Edhe për shembull, e ke vërejt, del diçka, del një video, bëhet virale. Gjithë ka me vepru njëjtë. Nëse, po kjo është filozofia, është logjika e turmës, do të thonë, e kanë pyet një çoban sa dele e ki, ka thënë 100 i kam. Po mirë, nëse një dele mbytet në ujë, edhe sa dele në besin, ai ka thënë se mbetet asnjë, si mbetet në besin ato, jo, ka thënë se nëse mbytet njëra, gjithë ato mbeten pas saj, do të futen në ujë. Do të thonë është logjika e kopes, logjika e turmës. Do të thonë njeriu që futet në turm, kur ne futemi në turm, ne nuk mund të mendojmë ndryshe se sa turma. Po edhe se flasim ndryshe sa turma, mendimi jonë nuk ka vlerë. A kupton? Do të thonë futesh në turm dhe ti je baraz me vlerë. Ai je filozof, ai je çoban, ai je farkatar, ai je në Alban, do të thonë s'ka rëndësi kur futesh në turm, je pjesë e turmës dhe mendimi jot s'ka asnjë vlerë. Mendimi është bazë me mendimin e turmës. Prandaj turma njeriu udhëhiqet nga arsyeja, individi, ndërsa turma udhëhiqet nga emocioni. Keni parë, nëse rrej dikush bën dikush të plagë, gjithë rrojnë, domethënë gjithë kanë dorë tërkite për shkak të logjikës së turmës, së kopesë. Dhe kjo është, domethënë njeriu nuk duhet ta ndjek turmën sepse ai që ndjek turmën nuk përfundon, nuk shon askund më lart se sa turma. Po të themi tek vetë dashuria. Faktikisht në gjithë themi, po ti pyesim tani kemi 19 ndjekës, nuk e di nëse janë 19 me ne 2 ose pa ne 2, po të bëjmë pyetje sa e duam ne veten, a duam ne veten, gjithë do të themi po e dua. Mirë po faktikisht
personi i parë që nuk na do neve është vetja jonë. Ne nuk e duam veten, sepse po ta donim veten, ne do të kishim gjatë pak më ndryshe, ndoshta nuk do të kishim pas nevojë të bëjmë as seminare, as live, as takime, sepse ne faktikisht nuk e duam veten. Për arsye, për shembull, sa prej nesh jemi duanxhi ku e dim që doni është i dëmshëm për organizmin tonë. Madje është i dëmshëm, është kancerogjen, është edhe për pakot cigareve. Po ne e pim cigaren, domethënë e dim në mënyrë të vetëdijshme, e dim që është i dëmshëm, ne e pim. Domethënë është një element, një argument që ne nuk e duam veten. Sa prej neve pim alkool, duke ditur që alkooli vret qelizat e bardha të gjakut dhe e shkurton jetën. Por shumica njerëz, shumica po disa njerëz me vetdije pin alkool. Abuzojnë faktikisht me alkool, sepse alkooli nuk është i dëmshëm, por abuzimi me alkool është i dëmshëm. Faktikisht as doni s'është i dëmshëm, por abuzimi me don është i dëmshëm. Sa për nesh hajm ushqime të shpejta, fast food, pa e ditur cilësinë e ushqimit, pa e ditur periudhën e ushqimit, pa e ditur skadencën e ushqimit, ne e hajm. Domethënë vetëm e kemi si obligim me mbush barkun dhe pa e ditur rrezikun e saj. Domethënë kjo është një mungesë vetë dashurie për trupin tonë. Sa prej nesh kalojmë kohën më të madhe, më të çmueshme, përveç gjumit që kemi tetorësh në telefona, në TV, në kompjuter, në laptopa, domethënë humbin kohën jo kohën, po humbin jetën, sepse ku është jetë. Domethënë nuk e duam veten. Kjo është një pjesë, ta kalosh një pjesë prej 2 orësh me budallallëçe në telefon, është sikur se t'ja marrësh një 2 orë jetë vetes. Domethënë ti me dorë tonë e vret veten. Sa prej neve krijojmë emocione negative pa e ditur rëndësinë pa e ditur rrezikun e një emocioni negativ që shkakton në trupin tonë, e cila një emocion negativ vret qeliza, domethënë na vret neve, është vrasës, është një vrasës i mshet që ne se kuptojmë. Një pikëllim i ynë neve na vret, ne se kuptojmë, por njerëzit për një pikëllim të rënd janë thinjur brenda ditës, ose janë rrudhur, ose janë plakur. Keni po njerëz të vuajtur, plakën më herët, thinjën më herët, vdesin më herët. Për shkak sepse ata vuajnë, domethënë vuajnë edhe janë të ndjekur gjithë nga emocione negative. Sa prej neve, qoftë tani, ose kur kemi qenë vegjël, ose në një moment caktuar, gënjejmë. Pra ne gënjejmë, dhe kur gënjejmë, ne jemi në një zgrip. Domethënë kur bëjmë një gënjeshtje të vogël, ne kemi frikën se na zbulohet. Dhe nga frika se na zbulohet, ne jemi në zgrip, gjithë jemi në frikë, gjithë jemi në akt se mos na zbulohet. Dhe çfarë ndodh? Nëse fillon të na zbulohet një gënjeshtje jona, ne çka do ta bëjmë një gënjeshtje më të madhe për ta mbuluar gënjeshtjen e vogël, sepse gjithçka e madhe e vret gjën e vogël, dhe gënjeshtra e madhe e vret gënjeshtjen e vogël. Një pikëllim i madh e vret pikëllimin e vogël, siç e vret një gëzim i madh e zhduk gëzimin e vogël. Sa për neve bëjmë pak gjëm, domethënë nëse flamë 8 orë që janë të domosdoshme për shëndetin, për trirën e trupit tonë, qelizave tona, këtë ligj ka bërë krijuesi jo ne flamë 3 orë, flamë 2 orë ose arrim natën çutë ose zgjohemi me sy të kuq ose me sy të tenjur, për shkak se kemi abuzuar me kohën e cila është e përcaktuar për ta arritur për trirë trupin, sepse gjumi e për trin. Ne nuk e dim, shumica e ne nuk e dim rëndësinë e peshën e gjumit, por ata që e kanë sigurisht estrada, këngëtarët që rrinë natën çutë, flanë ditën ose nuk flanë pjesë, ta dinë se çka është çmimi i pagjumësisë. Pagjumësia është vrasësi i dytë, menjëherë pas abuzimeve është vrasësi i dytë, pas kancerit është vrasësi i dytë që vret njerëzit në forma të ndryshme. Ai nuk vret si gjum, po vret në forma tjetër. Domethënë shkatron qeliza, shkatron gjithçka në trupin tonë dhe humbi imunitetin dhe pastaj kur humbi imuniteti, gjitha dyert janë të hapura për të ardhur sëmundje nga më të ndryshme. Sa prej neve për shembull vishemi bukur për të dukur bukur, për të marrë vëmendje të tjerëve, për të marrë lëvdat të tjerëve, për të marrë komplimente të tjerëve, dhe kjo na bën që ne ta jetojmë një jetë të tjerëve. Pra nëse ne Ka domethënë veshje, për shembull, veshja e bukur ka dallim me veshjen komode, po? Po, jo komod, ka dallim shumë. Veshja e bukur nuk kupton veshja që se ka vendin e duhur, në kohën e duhur, vendin e duhur. Veshja e bukur nuk kupton që ti veshësh del me pini kafe dhe investon një garderob shumë të madhe, që ai garderob do të mund të jetë për një rast solemn, por ti veshësh bukur, veshësh rënd, veshësh ndoshta me rroba të njëjta, për çfarë? Për të marrë vëmendjen e dikujt tjetër dhe për të marrë një kompliment apo një lavdat. Dhe në momentin që ne marrim lavdata për të tjerëve dhe ne gëzohemi, ne lumturohemi, atëherë ne jetën dorë e kanë të tjerët. Pra jo ne, kanë të tjerët jetën dorë. Dhe ne pastaj nuk mund të jemi ne, po jemi ata. Domethënë nuk jemi ne, po jemi ata. Dhe ata pastaj nëse ne jetën tonë e varim mbi mendimet të tjerëve, mbi veprimet të tjera, mbi lavdat të tjera, atëherë ne gjithçka mund të themi, vetëm s'mund të themi jeta jonë, sepse jeta jonë mos është e të tjerëve.
Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Sa ma shumë që shkëputemi nga vetja jone e vërtet, aq ma shumë kërkojmë nga të tjerët. Sa më shumë që jemi vetja jone e vërtet, aq më pak kem dhe nevojë për vëmendje nga të tjerët. Sakt. Ne kur përpiqemi të jemi ata që nuk jemi, domethënë fillojmë të shitim ata që s'jemi, pastaj kemi problem të jemi ata që jemi. Pra mos mund të kthehemi në origjinë, në burim, sepse ne jemi shkputur prej, është sigurisht lules, nëse është shkput, nëse e prin me kërshën atë kërcellën, ajo është shkputet prej burimit, ajo fillon të vyshet, fillon të thahet, fillon të humb aroma, domosht s'është më ajo. Edhe ne kur shkputemi nga vetja dhe tentojmë të bëhemi dikush tjetër, ata që s'jemi, mandej ne kemi shumë problem të vështirë ose të pamundur të kthehemi aty ku jemi, sepse jemi shkputur nga burimi. Dhe çdo shkputje nga burimi e ka, domethënë është më lehtë më shkput, por është më vështirë më kthy. Sigurisht e besimi. Besimi në jetë duhet për të marrë besimin, për të fituar besimin e dikujt, duhet një kohë shumë e gjatë për të besuar dikujt. Dhe çfarë duhet? Duhet vetëm një moment, një lëvizje e tij për ta humbur besimin e tina. Domethënë 10 vjet ti duhet me besu dikujt, me bëni shok mirë, një mik mirë, ndërsa për një moment të tradhton ose të bën një gest pa lidhje dhe ti humb besimin e tij. Pra, besimi merr shumë kohë më fitu, merr pak minuta ose sekonda për të humbur dhe merr një jetë të tërë për të rifituar. Pra nëse tek dikush e ke humbur besimin, duhet edhe një jetë të tërë që ai me fitu besimin tek te. Prandaj duhet kemi shumë kujdes të mos shkëputemi nga burimi, nga aty ku kemi edhe gjenezën, ku kemi rënien. Kjo është edhe këtë që jemi shkëputur nga vetja jone vërtet, na e konfirmojnë domethënë në kohën e sotme edhe sëmundjet e shumta që janë. Sakt. Mundje ka pasur gjithmonë, por që tani domethënë kemi lloj-lloj sëmundjesh. Sëmundja nuk është asgjë tjetër përpos shkëputja nga vetja jonë e vërtetë. Sakt. Shkëputja nga realiteti, nga ajo që jemi. Nga burimi, domethënë nga ajo që jemi në të vërtetë. Pra, këto ndodhen kur nuk jemi ne vetvetja, kur nuk jemi ne ata të vërtetit, jemi kur s'kemi vetë vlerësim dhe nuk kemi vetë dashuri. Edhe kur mungojnë pra këto dyja, sidomos tani jashtë vetë besimit, po sidomos këto janë thelbi, atëherë ne shkputemi nga vetja jone vërtet. Edhe për atë arsye kërkojmë tani vëmendje, gjithë fokusi është te jashtë. Ne fillimisht shkputemi nga identiteti yt në vërtet, e krijojmë një identitet të rrem. Pastaj fillojmë ta mashtrojmë veten, të besojmë atij identitet tjetër, pra fillojmë të besojmë një e krijimi tjetër që s'është i vërtet, ne fillojmë të besojmë atij jo vetes. Pastaj atë identitet tjetër fillojmë ta shesim në rrugë, në treg, që ta kuptojnë ata vlerën të tjerë. Dhe kur fillojnë të tjerët të sillen njësoj sikur se ne, fillojnë të na shohin ashtu siç ne jemi shitur, atëherë ne fillojmë ta bindim vetë, ta krijojmë një bindje vetes që vërtet unë s'jam ky që jam, por jam ky tjetër që jam ndërtuar, që jam rindërtuar. Dhe këtë është shkputja me burimin, pastaj kur shkputesh me burimin, nuk je më as këndej as andej. Je në një mes, je në një hapësirë pa gravitet. So për njerëzve për shembull, për t'u përshtatur ose për t'u pranuar nga personat veçanta apo nga personat ndryshëm, sa prej neve nuk guxojmë që t'jemi as vetvetja. Ne duhet shumë shpesh me dalë nga roli jon për t'u pranuar nga të tjerët. Edhe këtu automatikisht na jemi duke tralltu veten tonë. Po, faktikisht se ne bëjmë jetën e tjerëve. Ne mendojmë që ne jemi si të tjerë. Sa shumë njerëz e bojnë për shembull këto vetëm për arsye që unë të arri këtë qëllim, ose ta bëj këto, ose ta bëj këtë famë, ose ta bëj ato, domethënë e detyron veten me u viktimizu vetëm për me kompenzu ose për me ushqy egon e tij. Se kjo vjen nga ego, nga friga që kemi. E detyron veten me u bë dikush tjetër që nuk je. Edhe automatikisht, pra ti në këtë moment, je duke u shkëputur nga vetja jote e vërtet. Edhe në këtë kuptim, në këto mënyra, ne çka bëjmë? Manifestojmë smundjet. Sepse jemi duke u shkëputur nga vetja jote e vërtet. Nuk ka
nuk ka smundje të pashërueshme, ka vetëm pacient të pashëruar. Domethënë pacientët janë ata që nuk shërohen. Çdo smundje ka shërim. Çdo sëmundje po marr parasysh edhe në cilën fazë je. Në momentin kur ne lidhemi prapë me burimin, prapë me veten tonë të vërtet, aty prapë ndodh shërimi. Sepse sa më shumë që jemi të lidhur me veten tonë të vërtet, aq më e fuqishme është energjia. Na jemi energji edhe sa herë që ne veprojmë kundër vetes tonë, ne automatikisht jemi duke e harxuar energjinë tonë. Në vend që ne të punojmë për veten tonë, të arritim atë energji, edhe me atë energji ti nuk ke nevojë me vepru pas njerëzve, as pas famës, as pas parave, as pas askuj, sepse gjitha vrapojnë mbas teje. Sakt, ne jemi ata që i bëjmë pengesa vetes, ne jemi ata që i ndërtojmë barriera vetes, ne jemi ata që krijojmë pamundësi vetes dhe pastaj themi kështu pas kam pas fat, domethënë ndërtojmë një fat pa qenë, sepse fati nuk ekziston, ne ndërtojmë fatin, ne ndërtojmë të ardhmen, nuk ekziston as ardhmja, as dikush i ka prin fatin mirë. Jo, fati i prin njerëzve të guximshëm, njerëz me vetbesim, njerëz me vetdashuri dhe njerëz me vetbesim. Na jemi rrit me këto duke ndëgju gjithmonë për tjerëve pas ka qenë shkruar. Jo, pas ka shkruar. Nuk ka shkruar mas tonë. Pra, domethënë, nuk e di, është shëqyr Zotit, unë e tham shëqyr Zotit që kemi arrit me ardhur deri në çet nivel sot, tani ku jemi, edhe që shumë kanë filluar me u vetëdisu, edhe tani shëqyr Zotit që po i shpërndajmë këto lloj informacione, sepse deri sot, muj me thonë, gjithë kanë jetuar si viktima. Sa njeriu ka ardhur këtë botë edhe është kthyer në atë botë edhe duke ndërru gjatë gjithmonë. Jo ka të thuhet ndërro o njeri, nëse nuk po zgjohesh, ti ke me ndërru. A është më mirë të ndërrosh e më zgjohesh kur, apo është më mirë të zgjohesh edhe ta jetosh, mos ta ndrosh, nuk ka nevojë me ndërru, jetoje. Realitetin, s'ka nevojë me ndru, sakt. Sepse ne valem fatin ton ëndrave. Po ndroj kështu, po ndroj. Nuk ndërtojnë ëndrat njerëz të dashur duke i pritur të realizojnë vetë, nuk ndërtojnë dëshirat. Ndërtojnë dëshirat, ëndrat, ambicjet, ardhmja ndërtojnë duke punuar për to, domthonë duke qenë i vërtet, i sinqert 100% me to. Jo as një bishnim rrugës, sepse çdo bishnim, çdo çalim, çdo devijim herë të vonë ka na dhon faturën e çmimit dhe gjobën e lartë përpara. Nuk kemi me shpëtu asgjë pra të botën tjetër, gjithçka kemi paguar si për të mirë si për të keq në këtë botë. Faktikisht ne çdo ditë paguajmë gjoba, disa i dim, disa nuk i dim, disa nuk duam të i dim, por ne çdo ditë paguajmë gjoba dhe çdo ditë marrim shpërblime për veprat e mira dhe paguajmë gjoba për veprat e këqija. Nëse i bëjmë dikujt keq, nuk na vjen gjoba nga ai që kemi bërë keq, por do të na vinë në një formë tjetër, në një kohë tjetër, në një rrethon tjetër. Por gjoba gjithsesi do të vinë. E kam shkruar, nuk e di, në artikullin për revistën The Secret Magazine që e bën ti apo teorida, nuk e di. Sëmundja nuk është asgjë tjetër, është vetëm një dënim që na bëhet njëve. Një dënim sepse ne nuk zgjohemi, o ne nuk kemi ardhur këtë botë për me flajt. Ne në këtë botë kemi ardhur për me jetu. Ania më sigurt, po. Ania më sigurt është në trin port, po ajo është ndërtuar me në port, është ndërtuar për me rëndru, me rreziku, me ballavaçu me valt, me fortuna. Po, sepse e ke pas sigurisht edhe ti këtë fotografien që i qesin dy varre, si i varë fotonin ti i pasënit do të shkojmë në të njëjtin vend. Këtë e dim gjithë. Po një me bindur, në fotografi, ata që i postojnë, ata që i shfaqin, që i publikojnë, janë ata njerëz që nuk kanë mujt vetë me arrit qëllimit e tyre. Kështu deshta me dalë. Shfaqja e fotografive të tilla, fotografive të friksimit, shantazhit, që me motivacion negativ nuk janë të preferuar dhe nuk janë të duhura asnjëherë për njerëz. Njeriu ka nevojë për energji pozitive, asnjëherë për energji negative, sepse nëse ka energji pozitive dhe ti i servon, i shërben një energji negative, ja kujton vdekjen. Ne po thon dikën ne. Po, njeriu
njeriu duhet ta shijojë lirinë sikurse është dita e fundit të jetës së tij. Mirë po duhet punoj, duhet të ndroj, duhet të ndërtoj sikurse nuk ka me vdek kur. Pra janë dy gjëra ndryshme. Prandaj ne po të nisim që nga sonte të kujtojmë ceremoninë kur kemi me vdekje, si kanë më varrosë atë ne jemi e bëjmë një gjë këtë në kundërshtim me atë që na ka dhuruar Krijuesi. Atë s'duhet më shku as me u mjeku, as nuk duhet më transformu, as Krijuesi, dëgjoj, as armiku më i madh nuk din të punoj keq për ne siç dim ne për veten tonë. Domethënë Krijuesi, Zoti në këtë rast nuk bën asgjë kundër nesh, dhe nuk bën asgjë kundër për të na dëmtuar, për të na bërë keq neve, mirë po vetëm ne me mendimet tona negative, me veprimet tona negative, që janë produkti mendjes se pashëndosh, bëjmë ndalesa, bëjmë kurthe, bëjmë grupa, të cilat pastaj ne i përqafojmë gjitha. Kur mungon vetë vlerësimi, kur mungon... Unë personte nuk kam përshtuar gjë tjetër. Sepse unë thom, askush nuk duhet të më tregoj mu se si duhet të jetoj, sepse unë e di vetë, unë e di se çka dëshiron shpirti im. Edhe po më parasysh, a e publikon dikush atë foton me ato dy varrezat se si varfërin, si posuri do të vdesi, një ditë do të marrë askush asgjë me veti, le ta bën. Është punë e secilit. Ai e fiton punën, ai e fiton për shemb e ka profesion, edhe i fiton të ardhurat e tij me ato postime. Por nuk do me thonë absolutisht që kjo mu duhet me mprek ose duhet me mtaku, sepse unë e di se çka dëshiron shpirti jam. Unë nuk du me vdek si kurrë. Dëgjoj, ata personat e tillë e kanë nuhatur tregun, çka shitet tek ne. Fatkeqësisht çka shitet tek ne, çka merr më shumë pëlqime, çka merr më shumë dëshira, çka merr më shumë komente. Prandaj ne jemi dëshmitarë të periudhës së fundit, këto viteve të fundit, se çka po shitet në tregun shqiptar. Domethënë çka po shkon më shumë, çka po shkon më pak, mirë po ne do të punojmë për vetëdijsim, për ngritje dhe për zhvillim personal. Ne nuk duhet merrim atë pjesë të errta ose pjesë e zeza si quajnë energji zeza. Ata që merren le të merren ata do t'i vuajnë pasojat. Ata nëse kjo është sikurse të shkelesh mbi trupin e viktimave. Pra njësoj është sikurse të përfitosh shikimet, përfitosh pëlqimet, përfitosh komente nga një fotografi e errët, nga një fotografi që s'çon askund përveç ta ngjall një emocion negativ, një emocion të frikës dhe një emocion të humbjes së besimit, shpresës dhe dëshirës për të jetuar. Se di sa është ora hesh, nuk jam ka e Unë nëse s'kam ndonjë pyetje, unë e kisha përfunduar sepse kemi folur më shumë sa që e kemi para parë, si kam edhe disa termine tjera, nëse s'ka ndonjë pyetje, megjithëse s'po shoh që ka ndonjë pyetje. Nuk ka pyetje për mua. Nëse kanë, mos hezitojnë të më shkruajnë privat. 3-4 persona më kanë shkruar dje para dje, kanë po që s'kam prituar të kthej përgjigje, as tash nuk pritoj, ndoshta jo në kohën ku më shkruajnë reale, por nuk e harroj, domethënë nuk e injoroj. Okej, siç duket pyetje nuk ka, unë të kisha falenderuar prapë shumë. Lutem. Edhe falenderoj gjithë këtyne që janë gatshëm me punu me veten e tyre, që janë gatshëm me transformu jetën e tyre, sepse kemi nevojë për originalitet më shumë se sa për gjithçka tjetër në mënyrë që një pyetje ka ardhur, nuk di nga kush më ka ardhur një pyetje, kur fillon zhvillimi personal, ngritja personale, kur më meditoj që jam në rrugën e duhur. Dhe përgjigjen e ka me pyetjen e vetë ka marrë përgjigjen. Në momentin që personi e kupton që s'ka qenë në rrugën e duhur dhe tani është kthyer në rrugën e duhur, ajo është hapi i parë i zhvillimit personal. Domethënë shkolla e parë e zhvillimit personal kur ti e kupton, ti e ke ndarë mendjen ta fillosh këtë rrugtim. Kjo është hapi i parë. Dhe hapi i parë që çdo gjë në jetë ka një hap parë, nuk ka më njëherë në hapin e tretë të kohës, por ka hap parë. Pra zhvillimi personal fillon aty kur vetëdijshmja e mund të pavetëdijshme, pra e detekton, e heton çka është e pavetëdijshme dhe heq dorë nga pavetëdijshmja dhe fillon të merret me të vetëdijshme, pra me mendjen e vetëdijshme. Këto është zhvillimi personal, pastaj zhvillimi personal nuk ka ndonjë shkollë ku mbaron sepse është i pakufishëm. Domthonë mendja jon, logjika jon, imagjinata jon, fantazia jon janë të pakufishme. Gjithçka në këtë jetë është e kufishme, ndoshta edhe universi është i kufishëm, por imagjinata e njeriu është e pakufishme. Është pra një fuqi më e madhe se vetë universi. Okej. Nëse s'keni gjë për shtuar, unë i përshëndes ty Fiqërie
dhe gjithë tjerë që ndatën pjesë të jetës vetë për qenë bashkë me neve sonte. Për live-in e radhës mund të parashtrojnë pyetje ose mund të propozojnë tema, nëse jo atëherë i propozojmë temat, i paralajmërojmë një ditë ose dy më herët dhe shohim javën e ardhshme kur kemi të dytë një termin të përbashkët, një termin që na konvenon të dyve. Ekrem, revista doli tash kjo fundit apo jo? Revista 15 gjithë del çdo 15 mujt, domethënë 15 tetor tash del. Okej. Herën tjetër kisha thonë me shtu këtu linkun e revistës, sepse i kisha sugjeru gjithë këta që janë këtu. I kemi 4 faqe, po, dëgjosh, mirë që hape llafin, i kemi 4 faqe të mesit të revistës, ku lexuesit dhe ndjekësit të tonë dhe të qujtë dhe të mentorëve tjerë që janë në Powergate mund të parashtrojnë pyetje dhe do t'i marrin përgjigjet nga unë, nga ti dhe nga mentorët tjerë që janë pjesë e revistës. Ju kisha sugjeruar shumë ta merrni këtë revistë, ta lexoni sepse këtu ka gjithçka të shkruara në detaje, sa i përket transformimit juve. Revista është online, është falas, domethënë nuk ka nevojë të paguajnë asgjë, vetëm ka nevojë të gjejnë kohë, gjejnë durim dhe gjejnë vullnet për ta lexuar, asgjë më shumë. Okej. Atëherë unë përshëndes. Atëherë unë përshëndes shumë, natën e mirë edhe miru pofshim. Natën e mirë gjithëve. Natën e mirë, tung tung.